Siç edhe pritej punëdhënësit dhe lidhja e sindikatave të Maqedonisë nuk u morën vesh për rritjen e pagës minimale para harmonizimit ligjor në mars. Po ashtu siç pritej edhe qeveria e përsëriti qëndrimin se është për një pagë minimale më të lartë, por vetëm nëse sindikatat dhe punëdhënësit bien dakord. Në lidhjen e sindikatave, mungesa e zgjidhjes nuk u pëlqeu dhe paralajmëruan se nëse deri në vitin e ri nuk ka marrëveshje, do të ketë protesta. Денеска настапивме аргументирано, ги побивме сите досегашни тези на работодавачите, како и на представниците на владата. Меѓутоа, тие аргументи за нив не беа доволни. Анкетата која спроведе ССМ од 1600 испитаници исто така не беше репрезентативен примерок. Тоа што се отвараат повеќе компании, тоа што се затвараат со растот на минималната плата не е доволно, тоа што се зголемува бројот на вработени, наспроти тоа се намалува бројот на невработени, исто така не е доволно. Ministri ekonomisë Besar Durmishi thotë se në Këshillin Ekonomik Social janë paraqitur të gjitha argumentet pro dhe kundër një pagë minimale më të lartë. LSM thotë se ajo është më e ulta në rajon, ndërsa Durmishi thotë se jemi më mirë se Bullgaria dhe Turqia, por punëdhënësit kanë prezantuar të dhëna se profitabiliteti i kompanive vendore sillet nga 2 deri në 5% dhe se nuk mund të rritet paga minimale. Sipas disa përllogaritjeve, nëse kompanitë heqin dorë nga profiti, respektivisht të punojnë pa fitim, paga do të ishte diçka mbi 1000 euro. Сепак, според нашите индикатори, во вакви економски услови, нема оправданост за интервентно зголемување на минималната плата пред редовното усогласување во март, кое е јасно утврдено со закон и кое би било помеѓу 1500 до 2000 денари. Поточно ќе знаеме после нова година, каде што ќе ги имаме сите податоци и пресметките ќе го покажуваат точно колку ќе биде минималната плата, односно во месец март, кога ќе биде хармонизирана. Por janë paraqitur edhe ide të tjera, ndërto edhe që paga minimale të rritet, por kontributet për rritjen për një periudhë të caktuar t'i paguaj qeveria. Еден од предлозите на Бизнес конфедерација на Македонија во рамки на Законот за работни односи да се прошири колективното договарање со што ќе се вклучи и минималната плата, особено во одредени сектори. Нашиот предлог е дека со договарањето на минимална плата во одредени сектори може да се намалат и злоупотребите, така да топката е помеѓу синдикатите и работодавачите. Nga lidhja e sindikatave i akuzuan sindikatat e tjera se e kanë mbrojtur qeverinë dhe punëdhënësit dhe për këtë arsye i thirrën të gjithë punëtorët që të japin mbështetje për hapat e ardhshëm të kësaj sindikate.